E para prej këtyre veçorive është se ata, do me thonë xhahilat, adhurimin e tyre ndaj Allahut subhanahu wa taala e kanë të përzier me shirk. Kjo është veçoria më e madhe e xahiljetit. Do me thonë e njerëzve dhe periudhave që janë kundërshtim me rrugën e pejgamberëve. Gjëja më e madhe për të cilën kanë urdhëruar dhe me të cilën kanë ardhur pejgamberët është tauhidi, monoteizmi, njëshmëria e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është gjëja më e madhe me të cilën kanë urdhëruar dhe me të cilën janë dërguar pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. E tash veçoria më e madhe e xahilave, atyre që kundërshtojnë rrugën e pejgamberëve, është mu e kundërta e kësaj, do me thonë shirku, se ata nuk e adhurojnë Allahun direkt, nuk e adhurojnë vetëm Allahun, po i shoqërojnë atij idhuj, i shoqërojnë atij zotra të rrem. Dhe kjo është veçori e gjitha shoqërive dhe kohrave të ignorancës. Nuk ka mundësi që tek ata të gjendet adhurimi i pastërt i Allahut subhanahu wa taala. Ndonjëherë adhurojnë njerëz të cilët ata i quajnë të shenjtë dhe të veçantë. Ndonjëherë adhurojnë kafsh. Dhe prej kafshëve më të ndryshme, do me thonë nuk kanë lënë kafsh ndoshta pa adhuruar. Ndonjëherë adhurojnë objekte, ndonjëherë adhurojnë idhuj të ndërtuar prej guri dhe prej druri. Mirë po, ajo që i përmbledh të gjithë këta është se adhurojnë dikën tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar për ta thot: "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum." Dhe këta njerëz adhurojnë të tjerë përveç Allahut, gjëra që nuk ju bojnë as dëm e as dobi. Më thonë gjëra që s'ka hajër prej tyre, as nuk mund t'ju bojnë ndonjë dëm e as ndonjë dobi të caktuar. Wa yakulun, dhe thonë, do me thonë pastaj kinse arsyetojnë këtë adhurim dikujt tjetër përveç Allahut, haula i shufa'auna inda Allah. Dhe thonë, këta, a e dini pse i adhurojnë këta? Sepse këta thonë janë shefi, do me thonë dërmjetës mes neve dhe Allahut subhanahu wa taala. Mundohen që të arsyetojnë adhurimin e tyre të dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, kjo arsyetim nuk ju bën dobi, sepse Allahu nuk ka caktuar ndërmjetës mes tij dhe robërve të tij në adhurimin ndaj atij. Po ashtu në një ajet tjetër kuranor Allahu thot: "Walladhina ittakhadhu min dunihi awliya", dhe ata të cilët kanë marrë zotra të tjerë përveç tij, apo evlia, të cilët i adhurojnë, thonë: "Ma na'buduhum", ne nuk i adhurojmë për tjetër këta. Nuk besojmë se këta na kanë krijuar. Mirë po, illa liuqarribuna ila Allahi zulfa, ne vetëm i adhurojmë këta që të na afrojnë tek Allahu. Më thonë, kështu arsyetojnë ata adhurimin e tyre ndaj dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe mu këto arsye, këto kinse pseudo argumente i kanë edhe disa grupe të devijuara të cilët pretendojnë se bëjnë pjesë në rrethin e muslimanëve. Mirë po, nuk janë të tillë, siç janë për shembull shiat apo ekstremët prej sufive, adhuruesit e varreve prej sufive. Njëjtat argumente edhe këta i kanë. Thonë, ne për shembull kur e adhurojmë filan varin, ne e dim se ai nuk krijon, ne e dim se ai nuk ka në dorë. Mirë po, thonë, ky është njeri mirë. Dhe ne e lutim këtë që ajt na afroj më afër Allahut subhanahu wa taala, sepse thonë ne jemi mëkatar, kurse ky është njeri mirë, andaj nëpërmjet këtij, kjo është esenca e gjithë shirkut. Kështu buron shirku, do me thonë prej ekstremizmit në disa njerëz të mirë. Thot Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu, thot pas Ademit a.s. se feja e pejgamberëve është monoteizmi apo tauhidi, adhurimi vetëm Allahut subhanahu wa taala. E Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu thot, pas Ademit a.s. 10 gjenerata njerëzit kanë qenë në besim të pastërt. Pas Ademit a.s.
10 gjenerata me radh njerëzit kanë qenë besimtar, e kanë pas besimin e pastërt në Allahun subhanahu wa taala. Mirë po thot, pas 10 gjeneratave ishin disa njerëz të mirë, gjëgjësisht 5 njerëz të mirë nga populli i Nuhut alayhis salam. Këta 5 njerëz të mirë ishin të veçuar dhe populli i donin shumë. Ishin dietar, ishin adhurues, bënin ibadet madh dhe ishin bamirës. Më thonë, kishin dituri, kishin adhurim ndaj Allahut dhe kishin bamirësi ndaj njerëzve. Ju ndihmonin nevojtarve, të varfërve dhe gjithë atyre që kishin nevojë. Pra, me një fjalë ishin prej besimtarve të veçuar dhe të afërt me Allahun subhanahu wa taala. Thot Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, thot, mirë po, shejtani i mashtroi. Dhe ky tregim është po ashtu edhe vërejtje tërheqës nga rreziku i bidateve. Shikoni se si ka lind shirku tek njerëzit. Shikoni pra hapat se si ka arritur që shejtani t'i fut njerëzit në shirk. Kur vdiqën këta 5 njerëz dhe deshti Allahu subhanahu wa taala, do me thonë Veddi, Suai, Jeguthi, Jeuki edhe Nesri. Këto 5 emra i përmend Allahu në surën Nuh. Këta janë ata të cilët i adhuronin populli Nuhit alayhis salam. Këta 5 njerëz deshti Allahu që të vdesin njëri pas tjetrit. Më thonë brenda një kohe të shkurtë. Dhe kjo shkaktoi që njerëzit në popullin e Nuhut shumë të pikëllohen, do më thonë. Dhe kjo ishte para dërgimit Nuhut alayhis salam. Më thonë se si ka ardhur deri tek dërgimi i pejgamberit të parë dhe se si ka ardhur deri tek shfaqja e parë e shirkut, do më thonë tek njerëzit. Kur vdiqën këta 5 njerëz, erdh shejtani tek ata që ishin si udhëheqës apo prijes në atë vend dhe ju bëri cytje. Më thonë, i shtyu që ta bënin një bidat. Ju tha, këta kanë qenë njerëz të mirë. Këta njerëz nuk bën të harrohen. Apo nuk bën të harrohen. Andaj ju tha shejtani, ndreçni tek varret e tyre nga një përmendore për secilin prej këtyre 5 njerëzve. Do të thonë, që aty ku i keni varros, nalt ndërtojeni nga një përmendore në formën e tyre. Në mënyrë që kur të kalojnë njerëzit, t'ju kujtohen, t'ju vinë ato kujtimet e mira, se si këta bënin mirë, e adhuronin Allahun, ishin të devotshëm, dhe kjo t'jetë nxitje për ta, që edhe ata të bëhen si kurse këta 5 njerëz. Më thonë, shikim të parë, shejtani e pru një arsye të fortë, apo? Kur ta shikosh kështu, ai që s'ka dituri pejgamberike thot se pas ka keq me ky, t'ja bëjmë ka një përmendore që t'i nxitim njerëzit për hajër. Apo? Mirë po, nuk është mirë kjo. Pse? Sepse është bidat në fe. Pa marë parasysh se ti e ke arsyetu, e ke zbukuru me 100.000 arsye kinse të bukra. Nuk është mirë. A se kanë bo pejgamberët, nuk është mirë. Nuk ka mundësi t'jetë mirë. Sepse sikur t'ishtë mirë, do t'a bën të Ademi a.s. i pari, do t'jipte, do më thonë, se ata ishin 10 gjenerata pas Ademit a.s. Ademi do të thonë, ta ka pas njerë më të mirë se Ademi në start, jo. Do të thonë të obite mi, kur të vdes unë të më bëni një përmendore, që t'ju kujtohet njerëzve se unë kam qenë njeri mirë dhe të adhurojnë Allahun sikur se unë. Mirë po nuk e bëni këtë punë. As Ademi a.s. as njeri prej pasarzve deri sa erdhën të kjo kohë. Andaj kjo ishte gabim. Mirë po në fillim, çka ishte? Në fillim ishte një bidat i thjeshtë. Në fillim ishte një bidat i thjeshtë, nuk ishte shirk. Ama kur vdiqën këta njerëz që e dinin arsyeën e ndërtimit përmendoreve, pasi që vdiqën këta njerëz, tash shejtani po istidraç, po dëshiron që t'i nxjerr total prej feje, apo?
Pasi që vdiqën këta, erdhë dhe ju bëri cytje pasardhësve të tyre. Dhe ju tha, a i shifni këta 5 përmendoret këtu që i keni? A e dini pse i kanë bërë prindrit e tu, gjyshrit e juaj? I kanë bërë sepse këta janë adhuruar prej tyre, i kanë adhuruar këta njerëz. Andaj ju tha, adhuroni edhe ju ata. Dhe kështu gjenerata që erdhë pas, filluan që t'i adhurojnë këta 5 njerëz. Dhe jo vetëm që filluan t'i adhurojnë, po dhe i bën prej idhujve më të mëdhej të tyre. Andaj kur erdhë Nuhu a.s. dhe ju tha, o ju njerëz, mos i adhuroni këta, se këta e njerëz sikur se ju. Edhe nëse kanë qenë pak më të mirë, njerëz janë, nuk e meritojnë adhurimin. Nuhu a.s. ju bëri kështu thirrje me qindra vite, apo? Mirë po nuk u kthyen përveç një pakice, sepse shirku ishte futur thellë tek ata. Dhe thonin, mos e leni asesi, mos e leni Vedin, Suajin, Jeguthin, Jeukin, Nesrin, mos i leni këta. Sepse kështu kanë adhuruar edhe paraardhësit tanë. Pra, fillimisht shejtani i futin bidat, e prej bidatit i futin shirk. Dhe thonë dietarët, bidati është hapi i parë drejt daljes prej feje. Dhe ai i cili e studion historinë e grupacioneve, do ta shohë se kanë filluar me bidat dhe kanë arritur me shirk dhe kufër ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kështu kanë filluar shijat, derisa tash janë bërë min ekferin nas alel ard, prej njerëzve ma qafira në fytyrën e tokës. Sa që shumë prej dietarëve thonë kufri i tyre te i kalon edhe kufrin e jahudive dhe krishterëve. Kanë filluar me bidat. Në fillim kanë thonë Aliu është më i mirë se Ebu Bekri. Dikush mund thotë, fjalë thjesht kjo, nuk është shumë problematike. Pastaj kanë arritur derisa i kanë shajt Ebu Bekrin, Omerin, Osmanin. Pastaj kanë arritur derisa kanë thonë Aliu o deshtje se pejgamber, po Xhibrili ka gabu. Pastaj kadale kanë arritur derisa disa prej tyre kanë thonë Aliu është Zot. Naudhu billah. Do të thonë kjo është veçoria më e madhe e xahilietit, shirku ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe luftimin e kësaj, për këtë gjë kanë ardhur pejgamberët, prej te i pari deri te i fundit, për ta luftuar këtë, sepse kjo është baza e xahilietit, shirku ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe nuk do me thonë kjo se vetëm tek popujt e prapambetur ndodh kjo. Dhe nuk do me thonë se popujt paranesh kanë qenë prapambetur. Jo vallai, ka pas prej tyre që kanë arritur gradat larta në këtë botë. Shikoje popullin e Themudit për shembull. Shkëmbi të mëdhej i kanë gdhendur dhe jo shtëpia, jo kasolla të vogla të ndërtojnë, po kanë ndërtuar pallat brenda shkëmbit, që sot e kësaj dite është rënd ta bëjë dikush një gjë të tillë. Dhe sot e kësaj dite nuk bëhet kjo, nuk ndërtojnë njerëzit, do me thonë, pallate në shkëmb, brenda në shkëmb, sepse don mjeshtri, don dituri, don fuqi, don teknik. Me thonë, s'kan qenë edhe ata njerëz shpellës të ngjajshëm me majmunin e për këtë shkak janë friguar prej dukurive, kurse ne tash kemi përparu. Japonezët janë ndër më të përparuarit mbi faqen e tokës. Mirë po janë njerëzit që më shumë të ndoshta i bëjnë shirk Allahut. Po ashtu edhe kinezët, civilizimi kinez njihet prej moti, ama shumica janë budista. Nuk do me thonë kjo asgjë. Dhe nuk do me thonë se shirku ka qenë vetëm ma herët e tash s'ka ma, jo, edhe tash ekziston. Edhe nëse e ka ndryshuar pamjen dhe shfaqjen dhe emërtimin, mirë po, përsëri shirku ekziston. Kjo pra është veçoria më e madhe e xahilietit dhe me luftim, dhe kjo është gjëja më e madhe të cilën e kanë luftuar pejgamberët e Allahut në krye me Muhamedin alayhi salatu wassalam. Dhe kjo ju ndodhi edhe arabëve, kur u larguan nga mësimet e Ibrahimit a.s. Qaben do me thonë, qaben e bekuar mbushën me idhuj.
me 360 idhuj. Dhe këto i luftoi pejgamberi alayhis salam dhe i theu dhe pastroi Qabën dhe e ktheu përsëri në gjendjen në të cilën ishte në kohën e Ibrahimit alayhis salatu wassalam. Kjo është veçoria e parë, do me thonë se adhurimi i xahilietit është shirk. Adhurojnë dikën tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala.